Ervin, të përshëndes, si është situata në këto momente që po flasim? Po vena në fakt të prurjet e vazhdueshme të lumit Vjosa kanë bërë që niveli i ujrave të rritet në 8 metra në një situatë kritike për sa i përket një rreziku të mundshëm për përmbytje, ku vetëm me gjatë çasteve që ne kemi folur dhe kemi parë situatën në vendin ku ne ndodhemi pranë urës së Mifolit, kemi pasur një rritje për disa centimetra të nivelit të ujit që në fakt është afruar për në drejtim të rrugës kryesore dhe pranë banesave në zonën e Novoselës, ku në fakt në këtë zonë janë të paktën 13 familje që janë evakuar, ndërsa po mbahet në monitoring janë emergjenca civile. Në fakt, vetëm në këtë momente ne kemi mundur të shquajmë që kanë ardhur edhe 2 kamion me inerte pra të mbushur dhe pritet që të hidhen pas krave të mi në zonën në shtratin e lumit Vjosa në mënyrë që të bëhet një bllokim i daljes i përkohshëm, pra i daljes nga shtrati pasi prurjet të paktën edhe sipas emergjencave civile vijojnë të jenë të mëdha për shkak të rreshjeve edhe në zona të tjera. Të paktën deri në këtë moment situata vijon të jetë pra problematike për sa i përket një mundësie për të dalë nga shtrati lumi Vjosa, edhe pse prej një ore të paktën se sa ne ndodheshim në vendin e ngjarjes ka pasur një ndërprerje të rreshjeve të shiut, por situata e fryrjes së lumit vjen nga zona të tjera, pra prurje që vijnë qoftë nga edhe zonat ku kalon edhe shtrati i ujrave të Vjosës dhe më pas që duket si situata më kritike këtu në zonën e urës së Mifolit, ku ka pasur edhe përmbytje të paktën 40 hektarëve tokë të cilët kanë qenë pra tokë bujqësore. Situata pra është e rrezikshme për të paktën 14 banesa të tjera, nga ajo se çka kemi komunikuar edhe me policinë, por edhe me banorë dhe pjesëtar të emergjencave civile, pra janë rreth 14 banesa të cilët mund të rrezikohen nëse shtrati do dalë nga lumi. Do të vijojë situata që të mbahet në monitorim, vijon hedhja e inerteve, janë të paktën disa ekskavatorë që po mbajnë në monitorim dhe po punojnë për gërmimin, por edhe zhvendosjen e dheut në këto momente ku ne po flasim. Policia po ashtu është në terren në rast se do të kemi edhe nevojën për të evakuar banesa të tjera të cilët janë në të 2 këmbët e urës, pra qoftë në zonën e Novoselës dhe janë të paktën 4 fshatra, Qerevesh, Fitore, Kashistan dhe Ferras, të cilët mund të rrezikojnë nga dalja e Vjosës nga shtrati. Do të vijojë situata të mbahet në monitorim, siç e tham, pra emergjenca civile dhe policia vijon të jetë në gjithë zonën përreth vendit ku ne ndodhemi pranë urës së Mifolit, dhe në rast se nevoje do të kemi edhe ndërhyrjen e tyre. Mund të ndalemi pak tek puna e autoriteteve, Ervin, që e preke në fakt të gjithë monitorimin e situatës, po a kanë ata një parashikim sa e rrezikshme mbetet situata në këtë pikë? Duke qenë se niveli i ujit vijon që të rritet, pra situata mund të themi që është kritike për shkak edhe të rreshjeve në zona të tjera, por edhe në zonën e Fierit dhe të Vlorës dhe prurjet e lumit Vjosa vijojnë të jenë të shtuara, pra vijon të kalojë edhe nivelin 8 metra, të paktën sipas parashikimeve që janë bërë nga emergjenca civile. Në fakt mendimin e operatorit tanë mund t'ju ofrojmë edhe një pamje për sa i përket edhe këtyre 2 kamionëve që janë afruar për të hedhur inerte tashmë pranë shtratit të lumit Vjosa, pra tek ura e Mifolit. Do të bëhet një hedhje këtyre inerteve, janë edhe skrepat, por edhe fadromat të cilët do të punojnë për sa i përket hedhjes së tonelatave, mund të themi, dheu për të pritur edhe shtratin e lumit në mënyrë që të bëhet një bllokim i përkohshëm, që mos të kemi pra zhvendosjen apo daljen nga shtrati i lumit Vjosa. Situata vijon që të jetë në fakt kritike, pasi rreshjet e shiut her pas here vijojnë të rikthehen, ndërsa prurjet e lumit Vjosa, siç e tham, vijojnë të jenë të mëdha. Në rast se do të kemi një ndërprerje, të paktën sipas ekspertëve që ne kemi mundur të vizitojmë në terren të rreshjeve të shiut, mund të themi që lumi Vjosa prurjet do t'i ketë më të pakta ditën e nesërme, pra do të vonojnë edhe ulja e nivelit të ujit për të paktën një ditë. Paktën kjo është edhe parashikimi i ekspertëve që vijojnë të jenë në terren pranë urës së Mifolit. Faleminderit, Ervin Leka nga ura e Mifolit në Vlorë.